E falenderoj Perëndinë. Me irë të Zotit do të lexoj diçka nga fjala e Perëndis. Jemi në Ungjilli sipas Markut. Ungjilli sipas Markut, kapitulli 6, në faqen 48. Dhe po lexoj nga vargu 30, vëllezër. Le ta shohim me vëmendje fjalën e Perëndis, vëllezër. Tani apostujt u mblodhën tek Jezusi dhe i treguan të gjitha ato që kishin bërë dhe i kishin mësuar. Dhe ai u tha atyre: "Ejani veçmas në një vend të vetmuar dhe pushoni pak, sepse njerëzit që vinin dhe shkonin ishin aq shumë sa s'ju dilte koha as për të ngrënë." U nisën pra me një barkë drejt një vendi të vetmuar e të mënjanuar. Kursa turma i pa që u nisën dhe shumë veta i njohën, dhe ata dhe nga të gjitha qytetet erdhën aty më këmbë dhe mbritën përpara tyre dhe u mblodhën rreth tij. Kur Jezusi doli nga barka, pa një turmë të madhe dhe ju dhimbs, sepse ishin si delet pa bari, dhe nisi t'ju mësojë shumë gjëra. Duke qenë se u bëvonë dishepujt e tij ju afruan dhe i thanë: "Ky vend është i shkretë dhe tashmë është vonë. Lejoi këta njerëz që të shkojnë në fushat dhe në fshatrat rreth e qark që të blejnë bukë, se s'kan gjë për të ngrënë." Por ai, duke u përgjigjur, ju tha atyre: "U jepni ju të anë." Ata i thanë: "A duhet të shkojmë ne të blejmë për 200 dinarë bukë dhe t'ju japim të anë?" Dhe ai ju tha atyre: "Sa bukë keni? Shkoni e shikoni." Ata mbasi shikuan, thanë: 5 bukë dhe 2 peshq. Atëherë ai urdhëroi ata që t'i rregullonin të gjithë ulur në grupe mbi barin e njohur. Kështu ata u ulën në grupe nga 100 nga 50. Pastaj ai mori 5 bukët dhe 2 peshqit, i ngriti syt nga qielli, i bekoi, i theu bukët dhe u dha dishepujve të vet, që t'u shpërndanin atyre. U andau gjithashtu 2 peshqit të gjithëve. Të gjithë engrën sa u ngopën. Dhe mblodhën 12 shporta me copa buke dhe me mbetje peshku. Ata që engrën nga ato bukë ishin 5.000 burra. Amin. E falenderoj Perëndinë, vëllezër, aleluja, për fjalën që Zoti, vëllezër, na jep vazhdimisht. Me fjalën na mëson, motra dhe vëllezër, aleluja, rrugën tonë, na mëson qëllimin që ka Perëndia në jetën tonë. Vetëm duke lexuar, motra dhe vëllezër, fjalën e Perëndisë, kuptojmë përse Zoti, vëllezër, ka ardhur në jetën tonë. Dhe cila është detyra e çdo besimtari që do Perëndinë, që Zoti, motra dhe vëllezër, aleluja, e ka çliruar, i ka dhënë frymën e shenjtë, do të thënë Zoti ka vepruar në zemrën e tij. Fjala na bën të shohim dhe të kuptojmë, motra dhe vëllezër, aleluja, disa gjëra të rëndësishme për të krishterin. Në fillim mësojmë qëllimin e Perëndisë. Dhe qëllimi i Perëndisë është të shpëtohen njerëzit. Që të shpëtohen njerëzit, motra dhe vëllezër, aleluja, Perëndia dërgoi Jezus Krishtin. Dhe erdhi shembull në jetën tonë, shembull midis nesh, që ne nëpërmjet këtij shembulli të matim ecjen tonë, të matim rrugën tonë, të matim, motra dhe vëllezër, aleluja, veprën e Zotit në jetën. Vetëm me Jezus Krishtin do të shohim, motra dhe vëllezër, aleluja, ecjen tonë dhe rrugën tonë. Me asnjë tjetër nuk mundet, motra dhe vëllezër, aleluja, ta shohim veten se ku jemi, sepse çdo njeri shtirur nga Perëndia ka dobësi, motra dhe vëllezër, aleluja. Por shembull për ne erdhi Jezus Krishti. Vetëm në Jezus Krishti ne do të shohim veten, motra dhe vëllezër. Do të shohim dobësitë tona, po do të shohim edhe veprën e Zotit në jetën. Po të shohim në dhjatën e vjetër, vëllezër, Zoti zgjidhte profetë për t'i shërbyer popullit vet. Dhe profetëve ju jepte fuqi nëpërmjet frymës shenjtë që të tregonin vërtet, motra dhe vëllezër, fuqinë e Perëndisë. Ata nuk shihnin Perëndinë, por nëpërmjet profetit populli shikonte fuqinë e Perëndisë, motra dhe vëllezër, aleluja. Dhe ju kishte dhënë fuqi të tillë sa të mund të ndalonte një lutje, motra dhe vëllezër, shiun për 3 vjet e gjysmë. Dhe pastaj të sillte përsëri shiun, motra dhe vëllezër, aleluja.
të mund të ndalonte diellin, motra dhe vëllezër, aleluja, derisa të mbaronte lufta dhe t'ju jepte fitoren. Të këtij fuqi, mirë po, prap nëpërmjet fjalës të Perëndisë, kur profeti paraqitej, motra dhe vëllezër, përpara Perëndisë, shikonte veten dhe thoshte, i mjeri unë. Pse, motra dhe vëllezër, aleluja? Nuk mund të krahasohet, motra dhe vëllezër, njeriu me gjithçka që Zoti i ka dhënë me Perëndinë. Pse, vëllezër, nuk mundet? Sepse çdo gjë që na ka dhënë Zoti, na i ka dhënë Zoti. Nuk është se ne i kemi, motra dhe vëllezër, aleluja. Ne erdhëm nga një botë mëkati dhe Zoti na çliroi nga mëkati, do të thotë na boshoi, motra dhe vëllezër, aleluja, në të gjitha gjërat tona dhe na mbushi me gjërat të Perëndisë. Dhe kur ballafaqohemi me Perëndin, aty shohim veten tonë. Gjitha të tjerat, motra dhe vëllezër, dhuntit, dhuratat që Perëndia na i ka dhënë, janë të Zotit. Askush nuk mund të mburret, motra dhe vëllezër, me dhuratat e Perëndisë. Zoti na i ka dhënë ato dhurata për t'i vënë në punë. Çdo njerit, motra dhe vëllezër, Zoti i ka dhënë dhunti, i ka dhënë dhurata, dhe prandaj dhe e ka sjellë në një trup ku të funksionojë kush ajo që i ka dhënë Zoti. E falenderojmë Perëndin. Dhe këtu Zoti, motra dhe vëllezër, pasi u mblodhi thot tek Jezusi, i treguan të gjitha ato që kishin mësuar. Dhe ai ju tha atyre, ejani veçmas në një vend të vetmuar dhe pushoni pak. Sepse njerëzit që vinin dhe shkonin ishin aq shumë sa s'ju dilte koha as për të ngrënë. Të gjitha ata që kishte thirrur Jezus Krishti, vëllezër, aleluja, ishin në punë. Punonin dhe njerëzit që ata ju shërbenin ishin kaq të shumtë sa atyre nuk ju dilte koha për të ngrënë, thotë. Edhe sot, motra dhe vëllezër, aleluja, në fjalën e Perëndisë na thotë, lutjuni Zotit të korave, sepse të korat janë të shumta, por punëtorë ka pak. Që Zoti, motra dhe vëllezër, të ngrejë punëtorë për të korur. Jashtë njerëzit janë turmat, motra dhe vëllezër, aleluja, që kërkojnë Zotin, por nëse nuk do të ketë punëtorë, motra dhe vëllezër, aleluja, si mundet të mblidhen të korat? Dhe Zoti të zgjedhurve ju thotë, motra dhe vëllezër, aleluja, shkoni në një vend veçmas dhe çlodhuni. Dhe vendi veçmas, vëllezër, aleluja, për ne sot është dhoma jonë e fshehtë. Është marrëdhënia jonë me Perëndin. Personale, intime, motra dhe vëllezër, aleluja. Aty do të marrësh fuqi, aty do të marrësh udhëzim se çfarë duhet të bësh në këtë zgjedhje që Perëndia ka bërë për ty. Aty Zoti do të të udhëzojë cila është detyra jote dhe do të të japë fuqi për ta bërë detyrën tënde. Por pasi turma i pa që u nisën dhe shumë veta i njohën, dhe nga të gjitha qytetet erdhën aty më këmbë dhe mbritën përpara tyre dhe u mblodhen rreth tij. Kur Jezusi doli nga barka, pa një turmë të madhe dhe ju dhimbs, sepse ishin si delet pa bari. Dhe nisi t'ju mësojë shumë gjëra. Duke qenë se u bëvonë, dishepujt e tij ju afruan dhe i thanë, ky vend është i shkretë dhe tashmë është vonë. Lejoj këta njerëz që të shkojnë në fusha dhe në fshatrat rreth e qark që të blejnë bukë, se s'kan gjë për të ngrënë. Por ai duke u përgjigjur ju tha atyre, u jepni ju ta. Turma të mëdha thresin Zot, motra dhe vëllezër, sot, në çdo pozicion kudo që janë, nuk dinë, motra dhe vëllezër, aleluja, por janë turma që kërkojnë Zotin. Kanë nevojë, motra dhe vëllezër, aleluja, për këtë lloj ushqimi, për Zotin, të mësojnë. Në këtë vend thotë Zoti, motra dhe është e shkretë, nuk ka ku të marrin. Dhe lind pyetja, motra dhe vëllezër, turmat a u mblodhen për Jezus Krishtin. Po, pse Jezus Krishti, motra dhe vëllezër, nuk i ushqeu? Pse Jezus Krishti mund t'ju jepte, motra dhe vëllezër, atyre të ushqesh, ishte Zot. Dhe këtu, motra dhe vëllezër, shohim planin e Perëndisë, dorën e Zotit në të zgjedhurit. Ata e kuptuan vërtet, motra dhe vëllezër, që
Tu shkret të tjerë dhe njerëzit për jashta duan të anë. Zot, tu janë lutjet që i shpijem në Zot, motrat e vëllezër, aleluja. Por Zoti thotë, do t'ju jepni ta. Ju jeni thirrur që të ushqehen ata. Të shohin ata në ju. Dhe shohim më poshtë, ata i thanë, a duhet të shkojmë ne dhe të blejmë për 200 dinar bukë që t'ju japim këtyre? Kaq sa kam unë. Mundet që unë t'ju jap për të ngrënë turmës? Ne 200 dinar kemi gjithsej. A mund të shkojmë ne t'ju blejmë bukë gjithë kësaj turme të madhe, ku ishin 5.000 burra veç grave dhe fëmijëve? Falenderojmë Perëndin. Mundet të shkojmë ne dhe të blejmë bukë për këta? Dhe Zoti ju tha atyre, sa bukë keni me vete? Shkoni dhe shikoni. Ata mbasi shikuan, thanë 5 bukë dhe 2 peshq. Shiko si je, motra ime, aleluja, në marrëdhënie me Zotin. Çfarë të ka dhënë Zoti? E falenderojmë Perëndin. 5 bukë dhe 2 peshq kemi. Të gjithë së bashku, ne kemi 5 bukë dhe 2 peshq. A mundet ne, me kaq pak sa kemi, të ushqejmë një qytet të tërë? 5.000 burra, me gjithë gra 10.000 motra dhe fëmijë, një qytet. A mundet ne me 5 bukë dhe 2 peshq të ushqejmë këta? Çfarë po na kërkon Zot? Dhe atëherë ai i urdhëroi ata që t'i rregullojnë të gjithë ulur në grupe mbi barin e njohur. Rregullojnë të gjithë njerëzit të ulen në grupe, 50-100, sipas vendit, motra dhe vëllezër, aleluja. Të ulen në grupe, turma e madhe. Lavdi emrit të shenjtë. Kjo është në fillim detyra juaj. Shkoni më poshtë. Kështu ata ulën në grupe nga 100 e nga 50. Pastaj ai mori 5 bukët dhe 2 peshqit. I ngriti syt nga qielli dhe i bekoi. Atë që ju keni, nëse vërtet doni t'ju shërbeni turmës që është për jashta, silleni tek unë. Atë që të ka dhënë Zoti. Po ne s'kemi një turmë kaq të madhe. Dhe Zoti thot, aq sa ke. Atë që të kam dhënë, atë që ti ke, sille tek Zoti. Dhe Zoti, motra, vëllezër, aleluja, do ta bëjë që atë që ti ke të kryeje veprën e Perëndis. Zi buke, motra dhe vëllezër, në popullin e Izraelit. Nuk kishte për të ngrënë. Dhe profeti shkon në një grua që i kishte mbetur, thotë, një kuftë mjell, një pikë vaj, për të bërë një kulaç, motra dhe vëllezër, aleluja, për atë ditë vetëm, ta ante me fëmijën e saj, me djalin e saj, dhe pastaj s'kishte asgjë. Dhe profeti shkon, motra dhe vëllezër, aleluja, duke e ditur se kush ishte. I thotë, më bëj një kulaç për të ngrënë. I thotë ajo, po nuk kam, thotë, vetëm një kuftë mjell kam, sa për të bërë sot, ta unë me djalin dhe nuk kam asnjë gjë tjetër. Dhe profeti tha, ma bëj mua të pari, ma jep mua atë që ke. Dhe pastaj, në magjen tënde, nuk do të mungoj kur buka. Atë që ke, thot Zoti, eja tek unë, besoja Zotit, jepja Zotit. Zoti është në një gjendje, motra ime, aleluja. Dhe vaja saj, thot motra dhe vëllezër, që kishte detyrime, pushoi vetëm kur nuk kishte më enë për t'i mbushur. Çfarë bën Zoti? Dhe Zoti ne na ka dhënë, motra dhe vëllezër, aleluja. Atë pak që na ka dhënë, shko shpjere tek Zoti dhe të shohësh se kush është Zoti që ti e ke dorëzuar, motra dhe vëllezër, jetën tënde. Se çfarë Zoti mund të bëjë në jetën tënde, lavdi emrit të shenjtë. I ngriti syt nga qielli, i bekoi, i theu bukët dhe u dha dishepujve të vet, që t'ju shpërndanin atyre. I shpun atë që kishin, thotë, në Zot, Zoti atë që kishin e bekoi dhe u dha përsëri atyre që t'u shpërndajnë të tjerëve. Ajo që ti ke është për bekim, motra dhe vëllezër, aleluja, që njerëzit të tjerët të anë dhe të ngopen. Për këtë të ka thirrur Zoti. Dhe ne jemi shërbëtorë, motra dhe vëllezër, aleluja. Jo të na shërbejnë, t'ju shërbejmë njerëzve. Në atë që Zoti të ka dhënë, motra dhe vëllezër, aleluja.
Të ka dhënë Zoti në frymë, jepu au të tjerëve, thotë Zoti. Kjo është shërbesa që Zoti të ka dhënë. Dhe ti duhet t'ju shërbesh të tjerëve. Na thiri për të shërbyer, motra dhe vëllezër, aleluja. Njëri tjetër. I ndau gjithashtu dhe peshqit të gjithëve. Të gjithë engrën sa u ngopën. Në atë që unë në fillim shkova tek Zoti dhe i thash, po kaq kam unë, që më të bëj unë? Dhe Zoti na flet me frymën e shenjtë, motra dhe vëllezër. Sille tek unë dhe ti do të shohësh bekimin e Perëndisë. Eja tek unë, tha Zoti, motra dhe vëllezër. Për çfarë thot Zoti me frymën e shenjtë na flet vazhdimisht në kish? Eja tek unë. Shpjerja Zotit aty që ke, që ta vësh në punë, motra ime, aleluja, për të tjerët. Eja tek unë. Dhe të shohësh bekimin e Perëndisë. Lavdi Zotit. Me atë që ti ke, thot Zoti, motra dhe vëllezër, aleluja, engrën thotë të gjithë turma sa u ngopën. Dhe mblodhen 12 shporta me copa buke dhe mbetje peshku. 12 shporta me mbetje, motra dhe vëllezër, aleluja. Engrën 5.000 bura dhe mbetën 12 kosha. Me 5 buke dhe 2 peshqi. Ma që pak sa Zoti na ka dhënë, motra dhe vëllezër, aleluja. Nëse do ta shpijem në Zot, Zoti do ta bekojë atë që të ka dhënë dhe do ta shpërndajë, motra dhe vëllezër, aleluja, në të gjithë njerëzit. Që ne të shohim vërtet, motra dhe vëllezër, bekimin e Perëndisë. Bekime frymërore, motra, aleluja. Ne jemi thirrur që njerëzit të dëgjojnë për Zotin, t'ja japin zemrën Zotit dhe të shpëtohen. Për këtë jemi thirrur në praninë të Zotit, vëllezër, aleluja. Kjo është detyra jonë. Që çdo njeri, thot Zoti, që beson në të, të mos u mbasë, por të ketë jetë të përjetshme. Që çdo njeri që beson dhe pagëzohet, të shpëtohet. Ky është qëllimi i Perëndisë, vëllezër, aleluja, i thirrjes tonë, që njerëzit të shpëtohen, të dëgjojnë zërin e Perëndisë, të shohin veprën e Zotit në jetën tonë dhe t'i japin lavdi Perëndisë. E falenderojnë Perëndin, vëllezër, aleluja. Dhe ata që engrën nga ato bukë ishin 5.000 bura. Lavdi Zotit, vëllezër, e falenderojnë Perëndin. Zoti ta bekojë këtë fjalë.